Aktoreja Egla Ceno është rikthyer në qendër të vëmendjes pas përfshirjes në debatin virtual mes Luiz Eili dhe Anait Kaloti. Gjithçka nisi pas deklaratës së Luizit se do të jetë gjithmonë në mbrojtje të bashkëshortes së tij Chiara Tito. Egla ironizoi këtë qëndrim në emisionin Fan Club, duke përdorur edhe shprehjen e saj të njohur Pun Majdanozi. Në fund ajo hodhi edhe goditjen finale me frazën: "Ju rrofshin koltuqet me gjithë koltuksa", e lexuar nga shumë kush si një thumbi drejt për drejt. Banorja Big Brother Kosova, Fjolla Morina, u bë sërish qendra e vëmendjes pas një momenti emocional dhe të tensionuar brenda shtëpisë. Gjatë një debati me banorët, ajo shpërtheu me tone të larta, duke kritikuar ashpër mungesën e pozitivitetit, kurajos dhe respektit mes tyre. Asnjëri nuk është në gjendje me i lënë pozitivitet njëri tjetrit, me i lënë kurajo dhe me i lënë dinjitet. "Çka jeni ju? Fare fliqur", u shpreh ajo e nervozuar. Pas debatit, Fjolla u tërhoq në llomin e xhumit, ku u pa duke qarë dhe duke përjetuar emocione të forta. Ky është tjetër episod që tregon shpërthimet emocionale dhe përplasjet e saj të vazhdueshme, duke mbajtur publikun të fokusuar në çdo reagim të saj brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Fundi i dhjetorit është shumë i rëndësishëm për Luiz Eilin. Artisti hyri në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 2, duke nisur një kapitull që ndryshoi jetën e tij përgjithmonë. Me sinqeritetin dhe forcën emocionale, ai fitoi zemrat e publikut dhe u shpall fitues si formatit. Brenda shtëpisë njohu edhe Chiara Tito, me të cilën ndërtoi një histori dashurie që vazhdon edhe sot. Ata janë prindër të vogëlushes Luna, drita që sipas Luizit i ka mposhtur çdo dhimbje.